Të nderuar teleshikues, përshëndetje, mirë se vini në emisionin Intervistë. Ne sot ndodhemi në zyren e drejtorit të ujësjellësit të zotit Ilir Camaj, i cili do të na flasë për punimet të cilat po realizohen në komunën e Tuzit. Zot Ilir, përshëndetje. Faleminderit që pranuat ftesën. Faleminderit, mirë se vini. Atëherë, mund të na thoni diçka më konkretisht në lidhje me punimet të cilat po realizohen të ujësjellësit pra në bashkësitë lokale Milesh dhe Pikal? Po, kemi të bëjmë me investime kapitale që të sasisë do të thotë të mjaft të mëdha. Kemi të bëjmë me rekonstruksionin total të rrjetit të ujësjellësit në bashkinë lokale Milesh. Kjo kap edhe disa bashkësi lokale tjera. Do thotë projekti është shumë i zgjeruar, duke pas parasysh se në Milesh kemi stacione pompimi që furnizojnë pothuajse pjesën qendrore dhe veriore të komunës së Tuzit, pothuajse mbi 50% të popullsisë së komunës së Tuzit. Këto përmasat e këtyre punimeve janë mjaft të mëdha dhe do të prekin edhe komunat, edhe bashkësitë lokale tjera gjithsesi. Kemi të bëjmë me një investim prej 1.026.000 euro. Ky investim përmbahet nga investime, do të thotë nga punime në rrjet të ujësjellësit, në puseta, në tubacion transportues, tubacion distribues dhe deri tek kyçet e fundit të qytetarëve. Ky investim është mëse i mirëpritur, realizohet nga Ministria për Investime Kapitale, kurse projektant ishte Komuna e Tuzit. Ky investim ka për qëllim kryesisht normalizimin e shtypjes dhe normalizimin e furnizimit me ujë të bashkësive lokale Milesh dhe Rakiq, po ashtu nga një pjesë e tubacionit prek edhe qendrën e Tuzit dhe pjesën perëndimore të komunës, do të thotë Dushiqin. Mirë. Atëherë, cili është problemi më i madh në këto zona pra para nisjes së punimeve? Çfarë vështirësish keni hasur ju? Problematika kryesore e kësaj zone, kryesisht zonës së Mileshit, ishte tubacioni shumë i vjetër, tubacion azbesti. Ky tubacion është ndërtuar, po ka rreth sigurisht mbi 50 vite që është ndërtuar. Është tubacion që kryesisht në gjitha vendet e Evropës, në gjitha vendet të zhvilluara, do të thotë që janë bërë studime rreth këtij tubacionit, përfaqëson një problematik shumë të veçantë sepse mund të shkaktojë, ekziston mundësia do të thotë të shkaktojë probleme shëndetësore. Të gjitha materialet nga azbesti mirë e dim se mund të shkaktojnë probleme shëndetësore, kjo nuk do të thotë se kanë shkaktuar, por mund të vinë deri te plotësitja e këtij tubacioni dhe kjo mund të shkaktojë probleme shëndetësore. Me këtë projekt, këto tubacione në Milesh do duhet të hiqeshin ose të vendoseshin jashtë funksionit. Do të thotë përveç përmirësimit të presionit në zonën e Mileshit, kjo gjithsesi me këtë projekt do të normalizohet furnizimi me ujë i zonës së Rakiqit. Kjo zona e Rakiqit ishte një zonë me problematikë të madhe që zvarritet shumë vite me radhë. Do të thotë është një zonë që po urbanizohet aktivisht. Sot është një zonë ku rrjeti i ujësjellësit ishte planifikuar për afro 150 shtëpi, kurse tani i kemi mbi 300 shtëpi në Rakiq. Për këtë arsye edhe erdhi deri te problematika dhe për këtë arsye do duhet të bënim investime përpos kësaj edhe investime në vetë rrjetin e ujësjellësit të Rakiqit. Kurse me këtë projekt ndrrohet tubacioni furnizues, do të thotë tubacioni furnizues nga Mileshi, do të thotë nga stacioni pompues në Milesh deri tek ura e Zharnicës, dhe me këtë gjithsesi do të pjesërisht do të normalizohet furnizimi me ujë në Rakiq, kurse në një fazë të dytë do të projektojmë edhe ndrimin komplet të rrjetit të ujësjellësit në Rakiq.
Si pritet që këto punime të ndikojnë në përmirësimin e furnizimit me ujë për banorët? Po kryesisht kjo do të sjellin deri të ulja e humbjeve në milesh, do të sjellin deri tek një normalizim i presionit. Kjo gjithsesi mirëpritet sidomos në ditët e verës, shpesh herë në orët e paranatës vjen deri tek një humbje totale e presionit. Kjo për arsye të mbipërdorimit të rrjetit, kurse për gjithsesi edhe për shoqërinë tonë si shoqëri që gjithsesi qëllimi kryesor ka uljen e humbjeve, po ashtu është mese i mirëseardhur si investim. Atëherë mund të na flisni diçka dhe rreth ujësjellësit, pra punimeve në fshatin Pikal. Po, në Pikal do të thotë kemi përfundimin e punimeve në rrjet të ujësjellësit të Pikal. Këto punime ka një 3 vite që janë filluar me përkrahje të komunës, do të thotë diaspora dhe vetë banorët e këtij fshati i kanë nisur punimet në rrjetin e ujësjellësit. Ato punime që ishin bërë përpara vlerësohen diku te 120.000 eurot, kishin bëj kryesisht me punime në rrjet distribues dhe në rrjet shtys deri në Pikal, por gjithsesi kishin mbetur disa punime të pakryera. Kjo kryesisht kishte të bëj me rezervuar të distribues me stacione pompimit dhe këto punime tani po përfundohen. Ky investim realizohet nga komuna e Tuzit, do të thotë investitori është komuna e Tuzit nëpërmjet ndërmarrjes SHPK Ujësjellësi. Është një investim me vlerë rreth 125.000 euro. Kjo ka të bëj kryesisht me ndërtimin e 2 stacioneve pompuese dhe një rezervuari distribues prej 50 metrash kub. Punimet po hecin me dinamikën e paraparës, gjithsesi. Kishim, do të thotë, edhe një investim më shumë se ç'ishte i paraparë në material projektues, se kjo kishte të bëj me investim në rrjet elektrik që nuk ishte i paraparë me projekt, edhe këtë po e realizon SHPK Ujësjellësi, edhe kjo është një investim ekstra rreth 20-25.000 euro. Gjithsesi besoj që deri nga fundi i vitit këto punime do të kryhen. Nuk kam informacione sakta për numrin e banorëve në këtë zonë, por sistemi është i projektuar të furnizojë rreth 30 shtëpi. Kjo gjithsesi përfshin zonën e Pikalës deri tek zona e Priftit. Besoj se kjo do të kryhet, është një lajm patjetër i mirë për banorët e Pikalës, por është një lajm i mirë kryesisht për krejt këtë zonën e Grudës, që do të thotë është i pari ujësjellës që e prekat zonë. Besoj që në vitet e ardhshme do të kemi edhe projekte që ndoshta ta vazhdojmë edhe me tej këtë pjesë të ujësjellësit, ndoshta edhe deri në Selisht, por do të shohim gjithsesi. Atëherë mund të na tregoni dhe cilat janë sfidat kryesore të kësaj ndërmarrjeje? Po sfidat kryesore gjithsesi janë humbjet në rrjet. Këto janë sfida për çdo ndërmarrje ujësjellësi në Maltëzi. Mirë, do të thotë humbjet në rrjet të ujësjellësit kryesisht janë të mëdha në nivel nacional, janë të mëdha në Maltëzi. Ne kemi të bëjmë në SHPK Ujësjellësi, edhe pse nuk i kem dhënat e sakta, kemi të bëjmë me humbje që kalojnë 50%. Do të thotë 50% të ujit që nxirret nga puset humbet. Do të thotë nuk faturohet. Këto janë, do të thotë, qëllimi kryesor i çdo ndërmarrje ujësjellësit është që këto humbje të ulen në një nivel
ndoshta jo evropian, sepse niveli evropian parashet që humbjet nuk duhet të jenë më të mëdha se 30%, por gjithsesi në një nivel 9-50% do të ishte mëse normale për një ujësillës të kësaj përmase. A keni planifikuar projekte të tjera të ngjashme për të ardhmen dhe cilat të janë ato zona të cilat kanë prioritet? Po patjetër, do të thotë kemi në vitin 2025 kemi përfunduar dokumentacionin projektues për rrjetin ujësillësit apo fazën e dytë të ujësillësit të Hotit, të Trabojnit, me falni. Do të thotë ky ishte një ujësillës që u fillua disa vite më parë, më duket se është përfunduar në vitin 2019 faza e parë. Faza e parë përfshiu zonat, do të thotë fshatrat Skorraq dhe Spij, kurse faza tjetër do duhet të përfshinte të gjitha ato vendbanime që nuk ishin përfshira, do të thotë me fazën e parë. Këto janë Arz, Nabom, Helmic dhe Trabojnë. Ky projekt, do të thotë vlera e punimeve do duhej të ishte rreth gjysmë milioni euro. Besoj se në bashkëpunim me komunë do të realizojmë këtë projekt në vitet e ardhshme. Besoj ka shumë mundësi se do të shpallë prokurimi publik për punimet në këtë projekt vitin e ardhshëm. Me këtë projekt do të përfundohet e gjithë zona malore do të përfshihet në rrjet të ujësillësit e gjithë zona malore e Hotit. Pastaj kemi pikalen që është zona e Gludës dhe si përfundim jemi duke bërë projektimin për përfundimin e punimeve në rrjet të ujësillësit të Kshevës. Me këto do të thotë ujësillëse që kemi përfunduar dhe që planifikojmë dhe që janë duke u përfunduar, do të përfshijmë një pjesë shumë të madhe të zonës malore me rrjet të ujësillësit. Besoj se ndoshta pas ujësillësit të kryeqytetit jemi komuna që përfshin më së shumti zona malore në rrjet të ujësillësit, dhe kjo gjithsesi është një lajm i mirë për banorët që jetojnë atje, edhe pse shumica edhe janë shpërngul, por gjithsesi është një lajm i mirë edhe për diasporën që gjithsesi vjen në ato shtëpia të lëshuara, vjen për pushime, hapen mundësi, hapen dyer për investime në atë zonë dhe gjithsesi krijohen mundësi të reja për ata banorë që jetojnë atë. Atëherë kohët e fundit janë vënë re dhe pakënaqësi nga qytetarët në lidhje me menaxhimin e deponisë. Ju vetë keni cekur disa fakte në seancën e fundit që u mbajt në Kuvendin. A mund të na thoni diçka në lidhje me këtë? Pra si ndikon kjo në cilësinë e ujit? Po, gjithsesi unë shpreha mendimin dhe shpreha një pakënaqësi të madhe për mirëmbajtjen e SHPG deponisë nga ana e kryeqytetit, sepse kjo ka një lidhje pothuajse direkte me ndërmarrjen tonë. Në afërsitë e asaj deponie ndodhen 2 puset nda, do me thonë një qendër në një stacion pompimi mjaft i madh që është stacioni pompues Dinosh. Ky stacion pompues ka kapacitet të vrej më shumë se 100 litra në sekond. Është një ndër stacionet pompuese me kualitative, mund të them, në zonën, në komunën e Tuzit, ndoshta me sasi parafërsisht sa ai i Vuksan Lekajve, kurse me kualitet mund të them ndoshta edhe më i miri me kualitet të ujit. Ky stacion pompues furnizon me ujë pjesën e, do të thotë, gjithë vendbanimin e Dinoshës dhe Mërbozhajve, po ashtu furnizon me ujë një pjesë të mjaft të madhe të zonës së kryeqytetit. Nga ky stacion pompues furnizohet me ujë po ashtu edhe SHPK
deponia, dhe unë kryesisht shpreha pak kënaqësitë e mia dhe mendimet e mia në lidhje me funksionimin e deponisë në pjesën ligjore. Në pjesën ligjore do të thotë vim deri te një vendimmarrje apo një veprim që është jashtë çdo logjike nga ana e SHPK deponisë, që SHPK deponia furnizohet me ujë dhe paguan faturat në komunën e Tuzit, do të thotë SHPK Ujësillësit dhe Kanalizimit Tuz, kurse për pëlqim në projektim të vaskave sanitare 5 dhe 6 i drejtohet komunës së Podgoricës. Kjo gjithsesi është jashtë çdo logjike dhe është sigurisht edhe jashtë ligjore. Me këtë unë apelova tek komuna dhe apelova tek instancat tjera ligjore, apelova që të veprohet drejt kësaj, që të zgjidhet kjo çështje, dhe nëse ka ardhur deri tek shkelja e procedurave ligjore, gjithsesi edhe të gjobitet kjo ndërmarrje publike. Kryesisht këto ishin shqetësimet e mia nga pikpamja ligjore. Kurse nga pikpamja e furnizimit me ujë, gjithsesi edhe aty shpreh shqetësime. Siç e dini mirë, SHPK deponia funksionon, ka vite që funksionon. Por ka vite që qytetarët rreth që jetojnë në këtë zonë ndiejnë era jo të këndshme që dalin nga kjo deponi. Kjo në vende normale nuk do duhet të ndodhte. Do të thotë vaskat sanitare projektohen me izolime speciale dhe ndërtohen me izolime speciale që duhet të ndalin edhe erat e këqija, gjithsesi, por edhe derdhjen e ujrave apo derdhjen e materialeve kimike që lëshohen nga mbeturinat në tokë, dhe pastaj gjithsesi edhe në këto lëngje mund të depërtojnë, ekziston mundësia të depërtojnë në pjesën më të thellë te zona e ujrave nëntoksore. Dhe për këtë gjithashtu shpreha shqetësim, sepse kurkush nuk ka bërë hala një studim që mund ta konfirmoj se këto ujra nëntoksore a janë kontaminuar apo jo këto ujra nëntoksore. Unë gjithsesi do të vazhdoj, do të apeloj tek komuna, do të apeloj tek instancat e tjera ligjore në lidhje me shkeljet e mundshme të procedurave ligjore nga kjo ndërmarrje, dhe besoj se unë tash nuk do të merrem me punimet që janë nisur në vaskat sanitare të reja. Këto gjithsesi janë punë për inspekcion dhe polici komunale, nëse ka ardhur deri tek shkelja apo nëse ka ardhur deri tek punimet pa leje, por besoj se në interes të gjithëve është që këto vaska sanitare të mos ndërtohen. Në interes të gjithëve do të ishte që ajo deponi të ndaloj punën sa më parë. Do thotë të kryhet, të bëhet ajo mbulimi i vaskave sanitare ekzistuese apo vaskave sanitare që e kanë përfunduar, që janë mbush, të mbulohet, të bëhet aty një zonë, ndoshta një zonë parku, ndoshta një zonë e kontaminuar që duhet të mbyllet, mos të ketë akses kurkush, nuk e di, nuk jam informuar për këtë, për hecurinë e punës mbas përfundimit të mbas mbulimit të një landfilli apo të një deponie, por gjithsesi shpreh
shprehi shqetësimet dhe shprehi dyshimet në punën që bëhet aty dhe do t'jam përkrahës i atyre banorëve që jetojnë aty dhe që protestojnë. Atëherë zoti Camaj, faleminderit shumë për këtë bisedë dhe ju uroj suksese në realizimin e projekteve tuaja. Faleminderit juve për vizitën. Shikues të nderuar, faleminderit edhe ju që na ndoqët dhe së bashku do të takohemi në intervistat e radhës.